A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Në emër të Allahut, mëshirëmadh e mëshirëplot. Lavdi i qoftë Allahut që i zbriti robit të vet ligjëratën dhe nuk vuri në të kur farë të shtremte. Të patëmet që të paralajmëroj për një gjëm të lahtartë prej atij vet, e të përgëzoj besimtarët që bëjnë mirë se i pret një shpërblim marramendës, amshuar në të për jetë të jetëve. E të paralajmëroj ata që thonë u bë Allahu me djalë, nuk kanë ata rreth saj kur farë dije, as të parët e tyre, e kobsh me fjalë u del prej goje, një mend nuk flasin veç shpifje. E mend e bëret sop veten pas ecejakeve të tyre, në mos i besofshin këto fjalë prej keqardhjes. Një mend ne kemi shtruar krejt shka mbi tokë si stoli të saj, që t'i sprovojmë ata se cili do jetë më i mirë në vepra. E një mend ne do rrafshojmë krejt shka mbi të në trokë djerre. A mendon se banorët e shpellës e rakimit qenë ndërshenjat tona të çuditshme, kur u rrëkutën djelmoshat në shpellë, thanë, o Zoti ynë, na fal prej teje mëshirë dhe na mëso përmjet rrethanës son urtësinë. E u ashtushulluam veshët në shpellë me vite të tëra, pasandaj i shpërgjumëm që të dallonin se cila nga dy palët do njësonte me sakt, sa patën bujtur mot-mote. Ne të rrëfejmë ty ngjarjen e tyre të vërtet, një mend ata qenë djelmosha që i besonin Zotit të vet, e u ashtuam së mbarjen, e u këndellëm zemrat kur u quan e thanë, Zoti ynë është Zoti i qiejve e i tokës, nuk i lutemi pos ti as një Zoti, ndryshe do qitnim prej goje një kobë. Populli ynë kanë marrë posti Zota, si kur të binin për ta një provë të qartë. E kush është më dhunë madh se ai që shpërrallit kundër Allahut stisje, e si të arratiseni prej tyre e çka adhurojnë pos Allahut, krisjani për në shpellë, ju shtron Zoti juaj prej mëshirës së tij e ju abrus punën tuaj me lehtësim. E shihjet diellin kur dilte ti reshte i shpellës më të djathtë, e kur zhytej tu shargohej më të majtë me ata në mes. Ajo që nga shenjat e Allahut, atë që e sëmbar Allahu, ai është i sëmbarur, e ati që e përhumb nuk i gjen dot shok udhëprijës. Do t'i pandehje të zgjuar për ata qenë në gjumë, dhe i përkundim sa djathtas, majtas, kurse qeni i tyre ndente putrat ndan hyrjes. Të t'i zinte syri do sëmbrapsheshe prej tyre të ravrap, e të hynte lingjyra. E ashtu i shpërgjumëm që të pleqësonin mes tyre. Pyeti një pyetës prej tyre, sa bujtët? Thanë, bujtëm një ditë apo një copë të ditës. Thanë, Zoti juaj e di më mirë sa keni bujtur. Ndaj çoni njërin prej jush me këto moneda që keni në qytet, e të shikoj se cili është ushqimi më i mirë e t'ju bjerë për të ngrënë prej tij. Le të sillet mirë e bukur e të mos i flas për ju kurkujt. Një mend po ju zbuluan, ju zën me gur, ose ju kthejnë në fenë e tyre, e nuk shpëtoni atë dot kurrë me kurrës. E ashtu u ashpërhapën bujen që ta dinin se fjala e Allahut është e një mend, e për orën nuk kam dyshje, me sa fjaltonin mes tyre për fatin e tyre. E thanë, ndërtoju në një përmendore, Zoti i tyre është më i dishmi për ta. Thanë ata që u doli e tyrja, do e mos do të ndërtojmë përsipër një faltore. Do thonë 3, i 4 që qeni i tyre, dhe thonë 5, i 6 që qeni i tyre, hamendje të verbta, dhe thonë 7, dhe i 8 që qeni, thuaj, Zoti im është më i dishmi për numrin e tyre, nuk din për ta veç pak veta, ndaj mos fol për ta veç me një fjalë të qashtër, e mos fjalos për ta me kënd prej tyre. Dhe askur mos thuaj për as një punë, një mend unë e kryej atë nesër, veç në dasht Allahu, kujto Zotin tënd në harrofsh e thuaj, ndoshta më udhëzon Zoti im në më të udhës prej saj ndan së urtës. Dhe bujtën në shpellën e tyre 300 vjet dhe 9 të shtuar, thuaj, Allahu është më i dishmi për sa bujtën, ati i takon e fshehta e qiejve dhe e tokës. Shqim e shikon atë dhe e dëgjon, nuk kanë ata pos ti as një mbrojtës dhe nuk bashk zotëron në pushtetin e ti as kur kush. Dhe këndo çka tu shpall prej librit të Zotit tënd, as kur kush nuk i ndryshon dot fjalët e tij, as kur kund nuk gjen dot posti strehues, dhe përmba veten me ata që i luten Zotit të vet në drekën e darkë se i duan fytyrën,
e as mos u ahidh syt atyre që duan bukuritë e jetës së gjymt, dhe kur mos ju bind atij që ja zvordhëm zemrën ndaj përmendjes son, e ndoqi rreben e vet, puna e tij ka marrë fund. Thuaj, e vërteta është prej Zotit tuaj, ndaj kush të doj le të besoj, e kush të doj le të mos besoj. Një mend ne u kemi ndezur mizorve një zjarr me mure që kanë për t'i qerthulluar, dhe kur të qirren për ndihmë, do ndihen me ujë si xeherori i nxehtë që u akuqërris fytyrat, sa pije e vrertë, sa vend pushim yllshuar. Sa për ata që besojnë dhe bëjnë mirë, as se si nuk u shkojmë dëm shpërblimin atyre që shkëlqejnë në punë. Bash ata do kenë kopshtijet e përjetësisë, ku grafullojnë gurra, aty do stolisen me rrathator të artë dhe do vishen në tesha të blerta prej mëndafshi e armaqi, të mbështetur në shtretër të lartë. Sa shpërblim i mrekullueshëm, sa vend pushim i bukur, dhe gdhendu atyre shembullin e dy burrave, i dham njërit prej tyre 2 kopshte me vreshta dhe i rrethuam ato me hurma, e mbollëm mes tyre të lashta. Çdo njëra nga vreshtat lëshonte frutën e saj dhe nuk linte mangët gjësend, dhe shtjelluam mes tyre një përrua dhe ju shumuan frutat, e i thot shokut të vet më sa fjaloste me të, unë kam më shumë se ty prona, e jam më i fortë si gjindje, dhe hyn në kopshtin e vet dhe ai është i keqi i vetes, thot, nuk mendoj se do zhduket kjo kurr, nuk mendoj se ora do ndodh ndonjëherë, e sikur të kthehem te Zoti im, nuk dyshoj se do kem edhe më të mirë nga kjo përndej. I thot atij shoku i vet, më sa fjaloste me të, a e mohove atë që të mbrojti prej pluhurit, mandej prej një pikëze, mandej të ngjizi njeri? Sa për mua, ai është Allahu, Zoti im, askurr nuk i shoqëroj Zotit tim askënd. Veç kur hyre në kopshtin tënd, si kur të kishe thënë, vullneti i Allahut, nuk ka fuqi veç prej Allahut, nëse më sheh nën ty në pronë e fëmijë, kush e di Zoti im më jep më të mirë nga kopshti yt, dhe i dërgon atij një flakërim prej qiellit e djerrohet në një trok djegurisht, ose rojit uji i tij në ndhe i shterur, e mandej eja ta nxjerrësh, e u trokuan frutat e tij, e zuri të rrotulloi duart për që kishte dhënë për të, e tëra ishte rroposur me rrënjë, dhe thot, sikur të mos i kisha shoqëruar Zotit tim askënd, dhe nuk pat për të askënd që ta ndihmonte pos Allahut, e as nuk u ndihmua dot. Atë botë mbrojtja i takon Allahut të vërtet, ai është më i miri në shpërblim, më i miri në fryt, dhe gdhendu atyre shembullin e jetës së gjymt, si shiu që e zbresin prej qiellit e plekset me të gjelbërimi i dheut, mandej zbërdhulet në bëshdil që është davaritin errat. Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë. Prona dhe fëmijët janë stolia e jetës së gjymt, por të pashlyeshme të punë të vyera janë më të mira tek Zoti yt në shpërblim, me e mira shpresë. Ditën që do damahushin malet e do shohësh tokën rrafsh, do t'i tubojmë ata dhe nuk do na mungoj prej tyre kush. E do t'i dalin Zotit tënd radhuar, na keni ardhur si që mbrujtëm herën e parë, edhe ngulmonit se nuk do t'ju caktonim orë, dhe shpaloset libri e sheh bakëqinj të lemerisur nga çka në të, thon, të gjorët ne, që është ky libër që nuk na lë të vogël as të madhe veç që e qëmton atë, dhe do gjejnë krejt shkan punuar para tyre, dhe nuk cenon Zoti yt askënd. Dhe kur u tham engjëjve, gjunjëzojuni Ademit dhe ju gjunjëzuan, përveç dreqit, ishte prej gjindve, ndaj shkeli urdhrin e Zotit të vet. A zgjidhni atë dhe pinjollët e tij për miq në vendin tim, kur ata i keni armiq, sa i llahtartë për mujsharët si shkëmbim. Nuk u dëfteve atyre për ftimin e qiejve e të tokës, e as për ftimin e atyre vet, e as nuk isha duke marrë çoroditësit për ndihmësa. Ditën që do thuhet thërritni bashkëzotat e mi që thonit, e i thërrasin ata, por nuk u përgjigjen. Aty do zgafullojmë mes tyre një glanik, e si e shohin bakëqinjt zjarrin, e kanë të qartë se do gremisen në të, dhe nuk do gjejnë dot prej tij shteg. Për një mend kemi shkokëlluar në këtë Kur'an për njerëzit gjithfar shembujsh, por njeriu është më tepër se çdo gjë grindavec. Nuk i pengon njerëzit që të besojnë kur u vjen urtia dhe t'i pendohen Zotit të vet veç cenës si që t'u vi, viçu erë të parve, ose t'u dalë ndëshkimi balla ballas.
Nuk I dërgojmë të dërguarit veç si përgëzues dhe lajmërues, por ragaten ata që nuk besuan me të kotën që të mujojnë me të vërtetën dhe I kanë marrë shenjat e mia e çka u lajmëruan me të qeshur. E kush është më mizor se ai që kujtohet për shenjat e Zotit vet e u kthen atyre kur rrizin, më sa harron që I kanë kurdisur duart. Vërtet, ne u kemi vënë mbi zemrat e tyre cipëza që të mos e kuptojnë atë dhe në veshët e tyre shurdhëri. Ndaj po t'i ftosh tek e urta, nuk pranojnë kurrën e kurrës, por Zoti yt është falës I plot mëshirë. Po t'i mbërthente për çkan tjerë, u anguste ndëshkimin. Afër mendsh, ata I pret një ndesh prej së cilës nuk do gjejnë shteg shpëtim. Ato fshatra I shpartalluam si cenuan, dhe ja patëm caktuar shpartallimit të tyre çastin. Dhe kur I tha Musa I djaloshit të vet, nuk heq dorë derisa të arrijë pikpjekjen e 2 deteve, përdryshe do vazhdoj me vite. Atë botë si e arritën pjekën mes tyre, u doli mendjes peshku I tyre e gjeti shtjekën për në det, duke rrëshqitur. Atë botë si e shkapërcyen atë, I thot djaloshit, sill na drekën, për një mend na gjeti prej këtij shtektimit ton shparitja. Tha, e pekur u mbështetëm tek shkëmbi, se si harrova peshkun, dhe nuk më hutoi veç dreqit që ta përmendja. Ashtu shporoi shtegun për në det habitshëm. Tha, bash atë po pritnim, e u zmbrapsën duke tragëzuar gjurmët e tyre njërën pas tjetrës. E ndeshën një rob prej robërve tanë, I patëm falur mëshirë prej nesh dhe I patëm mësuar prej nesh diturin. I thot atij Musai, atë ndjek të më mësosh se që je mësuar prej urtësisë. Tha, me një mend nuk do kesh dot kurrë me mua durim. E si ta durosh atë çka nuk e nxë prej dijes? Tha, do të më gjesh në dasht Allahu të duruar dhe nuk të kundërshtoj asnjë urdhër. Tha, atëherë po të më ndjekësh mos më pyet për gjë, derisa të ta zë unë vetë në goje. E rrugëtuan derisa hipën në një anije dhe ai e brimoi. Tha, e brimon që të mbytësh njerëzit e saj? Pa dyshim ke bërë diçka të pahishme. Tha, a nuk të thash se nuk do kesh dot kurrë me mua durim? Tha, mos ma vërre se harrova dhe mos ma bëj detyrën time të vështirë. E rrugëtuan derisa ndeshën një djalosh dhe ai e vrau. Tha, a vrave një njeri të pafajshëm që nuk pa të vrarë njeri? Pa dyshim ke bërë diçka të lahtarshme. Tha, a nuk të thash se nuk do kesh dot kurrë me mua durim? Tha, po të pyeta për gjë pas këtaj, mos më merr më me vete. Atë botë je I shlyer me mua. E rrugëtuan derisa arritën banorët e një fshati. U lypën për të ngrënë banorëve të tij, por nuk I përbujtën. Atë botë gjetën aty një mur që sa s'po shembej dhe ai e më këmbi. Tha, po të doje mund ta kishe marrë për të shpërblim. Tha, kjo është lam të mira mes meje dhe teje. Do ta dëftej shpjegimin e asaj çka nuk arritet dot të bësh me të durim. Sa për anijen, ajo që e do të vobektëve që punonin në det. Doja ta dëmtoja se kishin nga mbrapa një mbret që rrëmbente çdo anije me dhunë. Sa për djaloshin, ishin prindrit e tij besimtar dhe druanim se do t'i mundonte me mosbindje e mosbesim. Ndaj donim t'u ndërronte Zoti I tyre me më të pastër prej tij në zemër e më të qasur në dëmshuri. Sa për murin, I përkiste 2 të rinjve pa nën e babë në fshat dhe kishte nën të një thesar për ta. Ka qenë ati burri drejt, ndaj donte Zoti yt që të rriteshin e t'u nxirrte thesarin e tyre si mëshirë prej Zotit tënd. Nuk e bëra nga vullneti im. Ky pra është shpjegimi I asaj çka nuk arritet dot të bësh me të durim. Dhe të pyesin për Dhul Karnenin, thuaj, do t'ju kumtoj prej tij një kumtim, një mend ne e venduam atë në tokë dhe I shtjelluam në çdo kah nga një shteg, ndaj doqi një shteg, gjersa arriti perëndimin e diellit, e vëzhgoi tek humbonte ndan një përroj të lymt dhe gjeti ndan tij një gjindje. Tham, o Dhul Karnein, o do ndëshkosh, o do shpërndash ndërta të mirën. Tha, sa për atë që bën keq do ta ndëshkojmë, mandej do kthehet tek Zoti I vet dhe do ta ndëshkojë me një ndëshkim të rrefkët. Sa për atë që beson dhe bën mirë, ai do ketë një shpërblim të mrekullt dhe do t'i shqiptojmë për ligjit ton veç të lehtën. Mandej ndoqi një shteg, gjersa arriti lindjen e diellit, e vëzhgoi tek lindte me një gjindje që nuk u patëm dhënë kahti streh. Kështu
e një mend e ngarronin krejt që gjindej në këqyrje. Mandej ndoqi një shteg, gjersa mbërriti mes dy malesh, gjeti ndan tyre një gjindje që men nuk merrnin vesh fjalë. Than, o Dhul Karnein, xhuxhët dhe ma xhuxhët po bëjnë kërdin në për tokë. Ndaj atë dorëzojmë një shumë të ngresh mes nesh dhe atyre një sfrat. Tha, çka më jep Zoti im është më e vyer, veç mu gjindni me krah të ngre mes jush një dhe atyre një stom. Sillmë një copa hekuri, gjersa e dystuan kaptin mes të pajave, tha, fryjini, gjersa flakëroj në zjarr, tha, sillmë një të derdhmi të bakër, atë bot nuk munden më ta kaptonin, as t'i zgafullonin zgavër. Tha, kjo është mëshirë prej Zotit tim, e kur të kryhet fjala e Zotit tim ka për ta bërë rafsh, dhe fjala e Zotit tim është e vërtet, dhe i shmbrehim disa atë ditë të vrundullojnë mbi të tjerë, dhe shungullon briri dhe i grumbullojmë në një trumb, dhe shkokërrojmë skropëterën atë ditë për mos besimtarët që mbështjell, ata që i patën sytë të lëbyrt ndaj përmendjes sime dhe as nuk duronin dot ta dëgjonin. Vallë, a mos mendojnë ata që nuk besojnë se do mund të marrin robërit e mi për përkrahës në vendin tim? Për një mend, ne kemi përgatitur skropëterën për mos besimtarët si vend banim. Thuaj, atë ju njoftojmë për më të skamurit në vepra, ata që u shkoi dëm mundi i tyre në jetën e gjymt, kurse ata mendojnë se kush e di ç'po nxjerrin. Ata janë që mohuan shenjat e Zotit të vetë dhe takimin e tij, ndaj u shkuan dëm veprat dhe nuk u caktojmë atyre ditën e gjykimit asnjë vlerë. Ai është shpërblimi i tyre, skëterra, nga se nuk besuan dhe i morën shenjat dhe të dërguarit e mi me të qeshur. Vërtet, ata që besojnë dhe veprojnë drejt do kenë kopshtijet e parajsës për vend banim, të pavdekësuar në to nuk do duan kur prej andej të nxirren. Thuaj, si kur të ishte deti boj për fjalët e Zotit tim, do shteronte deti para se të shteronin fjalët e Zotit tim, edhe si kur të binim një tjetër si ai përshtoi. Thuaj, një mend, unë nuk jam veç një njeri si puna juaj, që më frymëzohet se Zoti juaj është një Zot i vetëm, andaj kushdo që shpreson të takoj Zotin e vet, le të punoj punë të nderm dhe të mos shoqëroj në adhurimin e Zotit të vet as kur kënd. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.